Sot me një ceremoni të organizuar në shkollën Aziz Tola në Prizren, u përërua salla dhe fuqa sportive, ku në këtë ceremoni ishte kryetari i komunës Shaqir Totaj, nën kryetari i komunës Kujti Mukashi, drejtoresha e arsimit Lulieta Veselaj Gutaj. Me këtë rast të pranishmit fillimisht i ka përshëndetur drejtoresha Kasaj Vatre Arsimore, Sherife Morina, e cila ka falendëruar kryetarin e komunës Totaj, i cili me angazhimin maksimal ka krijuar këto kushte kaq të mira, e po kështu ka falendëruar edhe drejtoreshën Lulieta Veselaj Gutaj. Ajo njëherit ka uruar që nxënësit ta gëzojnë këtë sallë e këtë fushë dhe me përkushtim ta ruajnë. Ky është një moment i veçantë, jo vetëm për nxënësit, për mësimdhënësit, por për të gjithë komunitetin tonë. Këto hapësira të reja janë fryti një përkushtimi të madh dhe i një vizioni të qartë për të krijuar kushte më të mira për zhvillimin e nxënësve tanë. Jo vetëm në aspektin mësimor, por edhe në atë fizik, shëndetësor dhe kulturor. Sporti është një mjet i fuqishëm që ndihmon fëmijët tanë të zhvillojnë disiplinën, bashkëpunimin dhe shëndetin e mirë. Prandaj ky investim do të ketë ndikim të gjatë e të qëndrueshëm. Një falënderim i veçantë shkon për mësimdhënësit tanë, të cilët me përkushtimin e tyre të pandalshëm janë shtylla e suksesit të shkollës sonë. Punën dhe angazhimin e tyre nuk mund ta zëvendëson asgjë, sepse janë ata që çdo ditë edukojnë dhe formosojnë gjeneratat e reja. Po ashtu shpreh mirënjohjen më të thellë për kryetarin e komunës zotin Shaqir Totaj, drejtoreshën e arsimit zonjën Lulieta Veselaj Gutaj, të cilët me mbështetjen e tyre bën të mundur realizimin e këtij projekti. Për këtë përkrahje, shkolla jonë dhe nxënësit nuk do të kishin sot këto kushte kaq moderne dhe funksionale. Kryetari i komunës duke uruar së pari këtë fushë, uroi nxënësit dhe tha se kush është për bashkimin, ata me prohoritje pafund e miratuan, kurse pas kësaj ai ka uruar edhe për faktin se vitin që vije Prizreni do të jetë qyteti i përzgjedhur si qytet sportiv dhe pastaj vazhdoi. Ku ka më mirë se me investu në sport? Ku ka më mirë se me kriju kushte kushtet mira që rinia, nxënësat e shkollave të miren me sport edhe të kenë infrastrukturë moderne për me tregu talentin e vetë. Ku ka më mirë se me investu në arsim edhe me kriju kushte shumë të mira që arsimit ngritet nivel sa më të lartë. Qeverisja lokale e komunës Prizrenit e ka pas një prioritet shumë të rëndësishëm arsimin, po natyrisht edhe sportin edhe kulturën, prandaj edhe nëpërmes drejtorisë komunale të arsimit kemi vendosur që më në fund me funksionalizu këtë sallë edhe me rregullu terrenin e sportit, edhe jam shumë i sigurt që këtu do të kemi gara sportive shumë interesante, do të kemi performancë të talentave të ri, të cilët një ditë mund bëhen edhe sportista kulminant, po edhe një arsye tjetër e kemi pse kemi bërë këtë investim. Para ata që nuk e din, Prizreni është zgjedhur qyteti evropian i sportit për vitin 2026. Edhe si qytet evropian i sportit, nënkupton masovizimin e sportit, edhe nënkupton gjithëpërfshirjen e sportit, po edhe për rezultatet mira, po edhe për mirëmbajtje të shëndetit. Prandaj ta gëzoni këtë sallë edhe këtë terren sportiv, të kaloni sa më mirë, të kemi gara sa më cilësore, pse ju me nxjerrë edhe ndaj sportist i cili ma vonë do t'i bashkohet klubeve më të mëdha, kurse ne si qeverisje lokale do të vazhdojmë me investime në arsim, po edhe në sport, edhe në kulturë, duke kriju kështu parakushte shumë më të mira që në gjitha segmentet, e sidomos në arsim të kemi një proces të mësimdhënies dhe mësimdhënies sa më kvalitativ. Kurse drejtoresha e arsimit Lulieta Veselaj Gutaj tha e di se keni pritur gjatë dhe çdo pritje e gjatë me përfundim të mirë është i prekëndshme. Uroj që këto salla të jenë në shërbim të nxënësve dhe kudo që shkojmë të krijojmë kushte sa më të mira për nxënës, tha ajo. Se ndonjëherë pritjet e gjata e bëjnë frutin më të ëmbël, andaj edhe ju shihet e sallës edhe terrenit sportiv do t'i keni më të mëdha sepse kohë të gjatë
nuk keni pas mundësi të realizoni orët e edukatës fizike ashtu si duhet, por ju them këtu për ju dhe për gjithë të tjerët, se Komuna e Prizrenit dhe Drejtoria e Arsimit është e përkushtuar dhe vendosur për secilën shkollë të krijojë kushte infrastrukturore jo vetëm për procesin e mësimdhënies, por edhe për aktivitetet fizike, sportin, artin në shkolla dhe aktivitetet tjera, hapësira argëtuese ku i zhvillojmë karshi procesit akademik, i zhvillojmë edhe fusha tjera për fëmijët tanë për t'i nxjerrë talentet e tyre. Urime këto projekte. Pas kësaj, nxënësit kanë shfaqur një program artistik, kurse kolektivi shkollës me këtë rast për kryetarin Totaj kishin përgatitur një dhuratë surprizë me pamje të një shtëpie karakteristike të Prizrenit.